mund të shkuet deri në përdorim të bombës bërthamore ndaj Iranit? Unë mendoj që bombardimet do vazhdojnë dhe nga që për personat që ndjekin mediat izraelite, deklaratat e politikanëve izraelit, Benjamin Netanyahu nuk do ndalojnë asnjë moment derisa ta zhdukë Iranin. Se për sa kohë që në Iran nuk kemi ndryshim regjimi, domethënë kjo qeveri pro-palestineze është në pushtet, Izraeli nuk do ndaloj në asnjë moment krimet e tij. Për më tepër, për ata që ndjekin kryeministrin Benjamin Netanyahu, Netanyahu e ka deklaruar shumë qartë që Izraeli ka mision për të zhdukur atë që ai e quan boshti shit, dhe pas zhdukjes së boshtit shit, ne do kemi një luftë tjetër, e cila do të jetë kundër atij që Benjamin Netanyahu quan boshti sunit apo boshti vllazërisë muslimane, ku nën kuptohet Turqia. Për ata persona që ndjekin lajmet nga Turqia në këto ditët e fundit, ndërsa kundër Iranit po kemi bombardime masive, kundër Turqisë po kemi një sulm shumë të egër ekonomik, ku lira turke pothuajse po shkon sikur tumani iranian, ku qeveria turke po shpenzon me miliona dollar, duke shitur dollare, duke shitur florinë në mënyrë që të stabilizoj lirën turke dhe që nuk po e stabilizon dot. Dhe unë mendoj që jo vetëm që ne nuk do të kemi paqe në Iran, por larg qoftë nëse bie Irani, pastaj vendi tjetër që do sulmohet dhe do shkatërrohet është Turqia. Përpara pak orësh, apo më saktë që i bie dje me orën amerikane, ish drejtori i qendrës kombëtare kundër terrorizmit në Amerikë, Joe Kent, personi që dha dorëheqje përpara pak ditësh nga qeveria Trump, ku deklaroi që Izraeli kontrollon Trumpin dhe Trumpi ka frikë Izraelin, e ka bërë një deklaratë tjetër shumë interesante në Twitter, ku ai përgjigjej një deklarate të Donald Trumpit, ku Donald Trumpi sulmonte NATO-n, duke thënë që kur ne na udhëtonte NATO nuk ishte aty dhe edhe ne nuk kemi nevojë për NATO. Ku ky person që ka qenë një nga personat më të besuar të qeverisë amerikane, ky ka qenë, si më thënë, ministri i brendshëm i Amerikës, derisa dha dorëheqje, ka deklaruar që plani i administratës Trump është që të largohet nga NATO, dhe në atë moment që Amerika do largohet nga NATO, Izraeli do lejohet që të godasi Turqinë dhe Amerika nuk do ketë më obligime për të mbrojtur Turqinë dhe ndoshta do bëhet palë me Izraelin në zhdukjen e Turqisë. Ulsi, në fakt duket se zhvillimet në linjën e mesme nuk janë, le të themi, duke shkuar drejt paqes. A besoni që e ardhmja në linjën e mesme do të jetë e ardhme që konflikti do jetë më i agravuar, dhe kur kemi një përfundim të luftës në linjën e mesme, dhe a mendoni që Izraeli do pajtohet me një përfundim të luftës pa arritur qëllimet e veta? Nuk besoj që Izraeli do arrijë në paqe, ja që për persona që e njohin ideologjinë e zionizmit apo historinë e shtetit Izraelit, Izraeli që nga momenti që është krijuar në vitin 1948 e ka nisur ekzistencën e tij me luftra. Luftra e parë arabo-izraelite, do ta shohë koloninë izraelite që hyn luftë me Jordanin, me Irakun, me Sirin, me Egjiptin, me Yemenin, me Libanin,
me Arabinë Saudite, me gjithë fqinjet e Izraelit. Lufta e dytë arabo-izraelite e 1956 do të shohë Izraelin që do godasi Egjiptin së bashku me Francën dhe me Anglinë. Lufta e tretë arabo-izraelite do të shohë Izraelin që do të godasi Jordanin, Sirin, Irakun dhe Egjiptin dhe do të pushtojë Sinain, bregun perëndimor, lartësitë Golan nga Siria, Jordania dhe Egjipti. Lufta e tretë arabo-izraelite do të shohë Izraelin që do hyjë në luftë kundër Sirisë dhe Egjiptit dhe edhe pse me dorëzimin e Egjiptit në vitin 1977 dhe në 1978 me ato që njihen si Camp David Accord dhe me paqen që do bëj Izraeli me Egjiptin, lufta e Izraelit me arabët do të vazhdojë deri në ditët tona. Pas paqes me Egjiptin, Izraeli do hyjë në luftë kundër Jordanisë, kundër Libanit, do vazhdoj luftën me Sirin, luftë e cila vazhdon deri sot e kësaj dite, luftë me Irakun e cila vazhdon deri sot e kësaj dite, dhe është vetë natyra e regjimit izraelit e cila nuk do të njohë dhe nuk njeh paqe. Dhe Izraeli për sa kohë ekzistojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ta ketë Amerikën kolonin e saj, ku amerikanët do të vdesin për Izraelin, do të japin buxhetin e tyre për Izraelin, do prodhojnë armë për Izraelin, izraelitët nuk do pushojnë asnjëherë luftën. Në muajin dhjetor, kur u takova me një zyrtar izraelit në një vizitë që bëra, që punonte në një nga këto think tanket e Izraelit, e pyeta, i thash, si do ta mbyllni luftën, i thash, me palestinezët, me Libanin e me fqinjet tuaj. Edhe ky zyrtar i lartë izraelit më tha që ne do luftojmë sepse kjo është lufta jonë, jetë a vdekje. Ne ose do t'i mundim gjithë arabët, ose për ndryshe ne nuk do ndalojmë asnjëherë, nga që ne po ndaluam, arabët do marrin zemër dhe do na sulmojnë. Po na sulmuan ata, ne nuk kemi ku shkojmë, vetëm të hidhemi në det. Pra, izraelitët kanë një lloj, janë një popull që kanë një energji negative të brendshme. Ata nuk janë njerëz normal, nuk janë sikur janë gjithë njerëzit e tjerë të botës. Ata janë si pune e atij sadistit, i cili është i smur dhe kënaqet vetëm duke vrarë. Ata ja kanë zhvilluar këtë lloj psikologjie vetes së tyre, e cila nis që me krijimin e krijimit të kolonive izraelite nga britanikët në 1917, dhe domethënë për një person që e njeh Izraelin, ai është vend i mallkuar. Domethënë ata janë mësuar gjithmonë me luftë. Për shembull, në këtë luftën e fundit 40 ditore, që mund ta quajmë lufta e Imam Aliut, që vran Imam Ali Khamenein, apo lufta e Ramazanit, apo këtë gjë, po ta shohësh izraelitët për 40 ditë kanë jetuar nëpër bunkere. Ne, për ata shqiptarë që janë të vjetër sa unë, që mbajnë mend ato zboret e Partisë Punës që bënin në kohën e komunizmit, s'ka patur gjë më stresuese se kur binin sirenat, kur populli thritej që shkonte nëpër bunkere strehimore etj. Niveli papastërtisë që kanë këto bunkeret. Dhe domethënë në kohët e komunizmit shqiptarët çoheshin nëpër bunkere vetëm 1 orë apo 2 orë kur bënin zbor edhe testime që bënte në atë kohë Partia e Punës për një sulm të mundur amerikan. Dhe ishte diçka shumë stresuese. Imagjinon domethënë izraelitët kanë 40 ditë që jetojnë nëpër bunker dhe po të shikosh të paktën sondazhet, ata janë okay me luftën dhe mbështesin qeverinë e tyre dhe thonë po le të vazhdoj lufta. Domethënë, ata janë një popull i smur, një popull që kanë një mentalitet luftarak. Domethënë ata nuk ndihen mirë po të jenë paqe, nuk janë sikur popujt e tjerë të botës, që duan të jetojnë paqe, duan ta shijojnë jetën,
e tjerë e tjerë. Domethënë ata një popull që janë rritur me këtë psikologjinë e dhunës dhe për fatin e tyre të keq, Izraeli deri më sot nuk është mundur bindshëm nga ndonjë fuqi e huaj që t'i nënshtrojnë, t'i edukojnë dhe t'i bëjnë sikur njerëzit e tjerë. Për këtë arsye, për sa kohë që Izraeli nuk mundet nga një prej armiqve të vet, ai do vazhdojë me luftën. A ishte vendimi i dur i kuvendit të Shqipërisë që Irani të shpallej shtet terrorist? Mendoj që ka qenë një nga vendimet më idioteske dhe kriminale në historinë e Shqipërisë. Për fatin tim të mirë apo të keq, unë në ditët që ky vendim u mor, unë kam qenë në Shqipëri, kam qenë nga data 13 deri në datën 25 mars. Ky vendim u mor në datën 17 mars, një ditë pasi Departamenti i Shtetit Amerikan, sekretari Marco Rubio, i kërkoi vendeve aleate të Amerikës që të shpallin gardën revolucionare iraniane organizat terroriste. Regjimi i Ramës me nxitim vrapoi dhe për një ditë, në një kohë që asnjë vend evropian nuk e bëri këtë, nxitoi dhe çoi rezolutën në parlament, ku parlamenti ynë shpalli jo vetëm gardën revolucionare dhe Hizbullahin, por shpalli edhe shtetin iranian si shtet sponsorizues i terrorizmit. Kur isha në Shqipëri më bëri përshtypje mobilizimi masiv që kishte marrë shteti i Edi Ramës, së bashku edhe me spionërit e Shikut dhe antiterrorit që regjimi i Ramës ka infiltruar nëpër media. Në fakt, rreth një javë përpara se të vija në Shqipëri, në një nga këto televizionet kombëtare, në një emision që drejtohet nga një femër e cila është rekrutuar si agjente nga mujahidinët iranian, që në vitin 2018, një gazetar i antiterrorit doli dhe shpallte që në Iran ka grupe pro-iraniane, biles janë edhe disa komentatorë që jetojnë jashtë, besoj se pa ludonte për mua, që thoshte që këta mbrojnë Iranin, po këta po erdhën në Shqipëri, këta do t'i arrestojmë direkte. Unë erdha në Shqipëri, nuk më arrestoi askush. Ama çfarë vura re është që policia antiterrorit dhe Shiku, si duhet kanë marrë urdhër ose nga Edi Rama vet, ose nga policia e antiterrorit, e cila me sa duket është kapur nga mujahidinët iranian, që të sulmojnë të gjitha ata analistë që flasin kundër luftës dhe kundër marrëzive që bën Shqipëria, domethënë marrëzi që nga strehimi i mujahidinëve iranian e deri te shpallja e Iranit shtet terrorist. Më bëri përshtypje, më vonë mësova kur isha në Tiranë, miqtë e mi më thanë që ka shumë të ashtu quajtur analistë nga Shqipëria, por shumë janë nga Kosova, të cilat marrin edhe rroga dhe nxiren nëpër televizione që të sulmojnë Iranin, të hapin dezinformacion, të thonë Iranin e kemi shtet armik, Irani nuk e njeh Kosovën. Dhe më vonë e kuptova që këta ishin njerëz që disa paguheshin nga Shiku i Vlora Hysenajt, ndërsa disa të tjerë paguhen nga Meku, nga mujahidinët iranian. Tani pse bën Meku këtë gjë? Me sa unë kuptoj, Meku e bën këtë gjë nga që është friksohet nga opinioni publik shqiptar. Për personat që kanë bërë, që ndjekin rrjetet sociale dhe shohin komentet e njerëzve kur bëhet fjalë për luftën ndërmjet Iranit dhe Izraelit, 95% të komentuesve janë me Iranin. Domethënë në Shqipëri ka një simpati të madhe për Iranin. Kur isha në Shqipëri pata rastin të takohem me shumë qytetar, shumë besimtar musliman, me hoxhallar, biles edhe me myftiler,
por edhe me njerëz që nuk kanë lidhje fare me fen islame, krishter, ateist. Edhe u habita domethënë nga simpatia e madhe që shqiptarët kanë për Iranin dhe urrëtitjen që shqiptarët kanë për regjimin e Edi Ramës, për mujahidinët e tjerë. Megjithatë, çfarë më bëri përshtypje kësaj here domethënë ishte se si asnjëherë më parë, vura re që këto janë struktura spionazhi. Pak a shumë kishin infiltruar media të ndryshme dhe përhapnin dizinformacion, ku kishte gazetar që heqin veten e tyre si ekspert të terrorizmit, që deklaronin, thonin, jo ka analist që punojnë për Iranin, hapin dizinformacion se i thot Irani e tjerë. Pra me sa unë kuptova, ishte në Shqipëri kësaj here ishte krijuar domethënë shiku. Unë jam i vjetër mjaftueshëm me di se si funksionon shiku. Në vitet 2000 kur Nano ishte kryeministër deri në 2004, ai atëherë përdorte shumë shikun dhe islamofobin për të kërcënuar komunitetin musliman dhe për ta treguar islamin si një fe të dhunshme dhe terroriste. Dhe këtë Nano e bënte në atë kohë për t'ia mbushur mendjen amerikanëve që mos ta linin Berishën që të binte në pushtet, por ta mbanin Nanon si një anti-islamik i thekun. Dhe pak a shumë, domethënë si atëherë që hapeshin lajme të rreme nëpër media, hapeshin dizinformacione, ku thuaj Al-Qaida do voj bombë në qendër të Tiranës, hoxhallar me mjekra punojnë për Al-Qaidën e tjerë. Pak a shumë e njëjta strategji po bëhet edhe kësaj here nga agjentura të ndryshme që operojnë në Tiranë. Dhe ideja ishte një kontroll informacionit, dy kontrolli opinionit publik. Nga që me sa duket si mujahidinët, si regjimi i Edi Ramës, si izraelitët janë shumë të trembur nga simpatia masive që shqiptarët kanë për Iranin, Islamin dhe në veçanti për Palestinën. Edhe duhet kujtojmë këtu që në vitin e kaluar kemi edhe një vit më herët kemi pasur protesta masive në Tiranë pro Palestinës kundër Izraelit. Dhe me sa unë kuptoj është që me sa duket ambasada izraelite, mujahidinët iranian dhe disa struktura agjenturore në Tiranë mundohen sa më shumë që të manipulojnë opinionin publik. Dhe këtë shpalljen e Iranit si shtet terrorist nga regjimi i Ramës, unë e shoh si numër një qok që Rama i bën Benjamin Netanyahu. Ditën tjetër ai u lavdrua nga ministri i jashtëm izraelit për këtë që bëri. Dhe dyta, me sa unë kuptoj, Rama i friksohet shumë burgut, spakut, dhe me sa duket ai do ketë ndonjë lloj pazari me izraelitët, ku ndoshta ata do t'i kenë premtuar që nëse ti qëndron në anën tonë, na shërben neve, ne do ja mbushim mendjen amerikanëve që t'i bëjmë presion spakut, mos të fusin burg. Domethënë, kishte një përzierje ndërmjet hajdutrisë, korrupsionit, krimit organizuar dhe kthimit të Shqipërisë në një vend quisling mercenar ndaj regjimit zionist izraelit. Pak a shumë ajo që bën shqiptarët në luftën e dytë botërore, kur ndërtuan divizionin SS Skënderbej dhe i shërbyen nazizmit duke përsekutuar çifutët. Pra, ashtu sikur shqiptarët gjatë luftës dytë botërore përsekutuan çifutët dhe i çuan nëpër kampet përqendrimit, edhe pse mitologjia zyrtare në Tiranë pretendon që ne kemi shpëtuar gjithë çifutët e tjerë. Kemi një riportëri të historisë, po kësaj here ata që përsekutohen janë palestinezët, iranianët, muslimanët, të cilët në kohën që ne jetojmë janë viktima të zionizmit izraelit, sikur ishin hebrejt viktimat nazizmit gjatë luftës dytë botërore.